Gjimnazi Zef Lushmarku në Shkup është një ndër shkollat e kryeqendrës sonë me numrin më të madh të nxënësve, rreth 1800 nxënës. Të menaxhosh me një numër kaq të madh nxënësish është një sfidë me vete për menaxhmentin e këtij gjimnazi, të cilin ata e kanë zgjedhur duke I ndarë gjimnazistët në 2 ndërrime. Por sa ndikon ky orar në përqendrimin e të rinjve në mësim? Në bazë të gjitha atyre parametrave, kulëmtimeve që ndodhin në nivel botëror, një nxënës nuk mund të jetë I përqendruar në ora 7:30 të mëngjesit, apo nuk mund të jetë I përqendruar në ora 7 në mbrëmje. Optimumi do të ishte edhe ne si shkollë të punojmë me një ndrim, kush mësimi do të fillonte aty nga ora 8:30, ku niveli e atyre I aktivitetit të organizmit do të jetë pak më I lartë, dhe të mbaroj në mesditë aty ka ora 2, ku nxënësit përsëri do të kenë kohë të kthehen në shtëpitë e tyre, do të kenë kohë edhe të kryejnë obligime të tjera të cilat u jepen, qoftë nga shkolla apo edhe obligimet e shkollës. Dhe besoj që këtë që pak më herët edhe ministresha potencoi në disa deklarata se do të bëjë të mundurën që të gjitha shkollat në Maqedoni të punojnë me një ndrim, ajo do të ishte shumë mirë edhe për ne, sepse fundit ka hapësirë dhe mund të gjendet hapësirë edhe për nxënësit e shkollës tonë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Nëse në kuadër të qytetit të Shkupit funksionojnë rreth 25-26 shkolla të mesme, ku ne dim se shumica e shkollave të mesme nuk I plotësojnë numrin e nxënësve, atëherë mund të gjendet një zgjedhje që nxënësit e shkollës tonë apo numri që është shumë I madh I paraleleve të shkollës tonë të disperzohen edhe në vende tjera. Do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne kemi numër shumë të madh të nxënësve të cilat na vijnë nga pjesa e komunës së Haraçinës apo komunës së Gaziballës, Hasanbekut, kështu me radhë, të cilët shumë lehtë dhe shumë më afër të t'ju vjen sikur të ndaleshin në shkollat të cilat janë profesionale atje sot ose e mot. Le të jenë edhe këto paralele gjimnazit të disperzuar aty. Zef Lushmarkut, kjo nuk na pengon neve, vetëm se të pak në një farë mënyre të relaksojmë këtë objekt këtu. Sepse me të vërtetë numri kaq I madh ndikon edhe negativisht edhe për nxënës. Por sfida më kryesore për ta në fakt nis që nga momenti I ardhjes së nxënësve në shkollë. Shumë prej tyre vinë në këtë shkollë nga komunat e tjera, e transporti publik për ta vazhdon të mbetet problem, sidomos për ata që vinë në ndrimin e parë, por edhe për ata që kthehen nga ndrimi I dytë diku pas orës 7 të mbrëmjes. E në 3 vitet e fundit, këto probleme kanë bërë që prindërit të vetë organizohen për të mundësuar fëmijëve të tyre ardhje në kohë në shkollë. Një statistikë strikte nuk kam të saktë, por ndoshta do të them se rreth 40% e nxënësve janë nga rrethina e Shkupit. Do thonë ne kemi nga Haraçina dhe rrethi Haraçinës, Hasanbeku e kështu me radhë, kemi nga komuna e Studeniçanit dhe të gjitha fshatrat aty përve, kemi nga pjesa e Dervenit, Sarajt, komuna e Sarajt e kështu me radhë, kemi nga fshatrat e Karadakut, Tubullaca e kështu, të cilat me të vërtetë hasin në vështirësi shumë të mëdha. Përderisa vështirësitë më të mëdha janë të arrijnë në shkollë. Problemi sepse çdo herë kanë probleme me autobusin, linjat e autobusit nuk janë të rregulluara ashtu sikur ne fillojmë me procesin mësimor. Për shembull, kemi raste ku nxënësit e klasës duhet të udhtojnë ndoshta prej ora 6:30 në mëngjes që të vinë në ora 7 këtu, ose në mbrëmje duhet të presin autobusin e fundit që në ora 8 që të arrijnë ndoshta në shtëpi në ora 9. Ose problemet më të mëdha me Dervenin, me fshatrat e Dervenit, ku gjatë gjithë kësaj kohe, ndoshta 3 vitet e fundit, kemi pasur aq probleme sa që
shpeshherë janë detyruar edhe prindërit të organizohen të vinë t'i marrin fëmijët, sepse s'ka pas fare autobus, edhe pse linjat figurojnë, ndërsa autobuset në të shumtën e rasteve fare nuk kanë lëvizur në ato linja. Dhe shpeshherë edhe ne si shkollë ndjehemi të handikepuar, sepse nga një anë ne duhet të shfillojmë procesin mësimor, nga ana tjetër ne duhet të mirë kuptojmë edhe nxënësit, edhe prindërit, sepse edhe ato s'kanë faj. Dhe pa dyshim që problemi transportit ndikon tek nxënësit, të cilët tani jo vetëm që duhet të përqendrohen në mësim për të fituar njohuritë e nevojshme për jetën, por ju duhet të gjejnë zgjedhje vetanake se si të vinë në kohë në orë. Ne mësimin e ndjekim tash jemi në ndrimin e paraditës. Dhe kemi mungesë të transportit, e cila është një problematikë për të gjithë nxënësit që jetojnë në vendbanime të largëta. Unë vi nga fshati Bllazë, që është rreth 17 km largësi nga qyteti i Shkupit. Dhe mungesa e transportit më pengon shumë në orët mësimore, sepse mund të mungosh një orë, mund të mungosh disa orë dhe koncentrimi për mësim atëherë nuk është i duhur siç është të vish në kohë në shkollë. Po, a ju ka ndodhur ndoshta që të vanohen një shkaku i transportit? Po, kjo është, në shumë raste ka ndodhur kjo. Thuaj se çdo ditë të ndodh kjo, sepse në fshatin Bllazë ka pasur autobus, por tani jemi në mungesë të transportit publik dhe janë prindët të detyruar, që të na binë në shkollë çdo ditë, por ndonjëherë edhe janë me obligime, nuk mund të vimë në orët mësimore dhe kjo është një problematikë që besoj dhe shpresoj që të zgjidhet sa më shpejt. Pa ka ndodhur që të mos shkeni vonë me shka mu kthej në shtëpi? Po, në shtëpi nuk e kemi të siguruar se me çfarë do të kthehemi. Ne vim në shkollë dhe nuk e dim se me çfarë do të kthehemi. Shkaku, prapë është kjo problematike e transportit publik. Po, a mendoni se do të zgjidhet ndoshta? Po, shpresojmë se do të zgjidhet shumë shpejt, sepse kemi problem shumë në orët e mësimit. Nuk mund të ndjekim as mësimin, as të koncentrohemi. Asgjë nuk mund të bëhet pa transport publik. Ne si nxënës e kemi shumë të vështirë. Unë jam në ndrimin e paraditës tash për momentin. Në për sabat duhet me ardhen me autobusa, normal, ama gjendja e autobusave është katastrofë, gjithashtu ka shumë gushva në për autobusa dhe zor duhet me pritën autobus tjetër, që edhe ashtu vanom orën e parë kështu për momentin. Çdo herë ju ndodh që të vanojeni në orën e parë shkaku i transportit? Po, ama jo bash çdo herë më vanon në parë se ka një herë edhin se bën shumë mungesa dhe duhet me hipën me zor, më ngushtuhen për autobus dhe me mbrin shkollë. Ndodh ndoshta që për shkak gushvës të tepruar në autobus, as në atë autobus nuk mund të hipni edhe? Po, sidomos prej gushvave bëhet edhe nxehtë në autobus, sun ren njerëz është kështu. Po nga cili vend je ti? Unë e vi prej fqatit Hasanbegut, që parafërsisht 8 km larg prej shkollës. Po. Dhe kemi 3 lloje të autobusave që mund të na vijnë në shkollë, si 6 peshi, 4 peshi dhe 5 peshi. Po nëpër shumicën e autobusave s'mund të merresh shfrim aty. Po. Po, nuk keni ndonjë autobus në fakt posaçërisht për nxënësit nga Hasanbeku? Jo. Se di unë nuk kemi, nështë si jam i përfshin në për ato, ama shumicën edhe ka njerë vi edhe me vetur në për shkollë. Unë më mësoj në ndrimin e paraditës, në mëngjes. Dhe jetoj në fshatin Neres dhe është në komunën e Karposhit. Do më thonë, vi me autobusin 57, por në ditë të përditshme ka mungesë të autobusit dhe përveç që ka mungesë të autobusave, nuk janë të mirëmbajtur mirë, kvaliteti i tyre nuk janë të pastërta dhe shpesh herë ndodh që të mungojnë pjesë. Dhe xhamat janë të krisura për shkak se atje rruga nuk është e mirë dhe ndodh xhamat të krisën shpesh herë. Po, ju ka ndodhur që të vanoheni shpesh në për orët e mësimit? Shpesh herë ndodh që orën e parë ose të vanom ose krejt ta mungoj orën e parë për shkak mungesës të autobusave dhe përveç kësaj kemi mungesë të 9 dhe 19 që duhet unë të hipi në pazar dhe shpesh herë kur ka është aq shumë njerëz ka se sa s'mund as që të hipi në autobus. Po, si a bani kur jeni mbas dite për kthimin në mbrëmje? Do më thonë, për kthimin në mbrëmje, ndodh shpesh herë që të shkoj tek stanica dhe të pres një orë edhe më shumë
Dhe është mund çdo ditë që të presh autobus as shumë, por ja bëjmë diçysh. Qyteti i Shkupit është i obliguar të sigurojë këtyre nxënësve transport publik jo vetëm falas, por edhe të rregullt dhe të përshtatur me oraret mësimore, por kjo në praktik ka disa vite që çalon. Vetë qyteti i Shkupit u garanton se ata do të kenë sistem transportues falas. Vetë qyteti i Shkupit ju siguron biletat mujare të autobusave të cilat janë falas, nga ana tjetër nuk ju siguron transportin, nuk ju siguron linja autobuse. Për kemi raste kur nxënësit duhet edhe vetë të paguajnë, ndoshta të organizohen 3-4 nxënës të marrin një taksi të vinë deri në shkollë, sepse linjat që janë këtu 19 dhe 9 shpeshherë janë të mbi ngarkuara dhe nxënësit thjesht do të presin 30 minuta, 40 minuta në stacionet në Bit Pazar aty dhe do të jenë të detyruar të paguajnë një taksi që të sjellë deri në shkollë. Krejt kjo në një farë mënyre ju sjell nxënësve një shqetësim shumë të madh, sepse ai duhet të mendoj, pika e parë duhet të mendoj si do të arrijë në shkollë dhe a do të arrijë në kohë, dhe të mbaj atë mendimin se kur dhe si të kthehet në shtëpi. Pra krejt kjo në një farë mënyre ndikon negativisht tek fëmijët, por edhe tek familjet e tyre. Ne shpeshherë kemi kontakte të vazhdueshme me prindër dhe ato vazhdimisht na tregojnë në raste të caktuara na lajmërojnë më herët se për shembull autobusi i fundit nuk do të vijë, prandaj ne duhet edhe t'i lëshojmë ndoshta një orë më herët. Krejt kjo pra është kjo tollovi që ka ndodhur në një farë mënyre, është faji i qytetit të Shkupit, i ndërmarrjes së qarkullimit publik, e cila e ka fundit e ka obligim ligjor, sepse ata mjetet të cilat i marrin, ata nuk arrin të sigurojnë transport publik. Unë do t'ju them edhe atë në fillim, kur filloi ky projekt i quajtur që qeveria dhe qyteti i Shkupit të sigurojnë transport publik falas nxënësve të qytetit të Shkupit, ishte i rregulluar në një formë shumë më të mirë dhe më të lehtë për nxënësit. Ishte në atë formë që nga qendrat që janë rreth qytetit të Shkupit, si Saraj, ose Harqina, ose Studeneçani, organizoheshin transporte special për nxënësit. Organizoheshte një autobus nga Saraj, një autobus nga Kondova, një autobus nga Harqina dhe i sjellte nxënësit në kohë të caktuar. Domethënë, ato transportues ishin special vetëm për nxënësit. Ishte koha e caktuar kur ato fillojnë dhe kur ata arrin në vendin në shkollë. Domethënë, edhe nxënësit e dishin se do të arrin në shkollë, edhe ne e dishim se nxënësit nuk do të vonohen, edhe prindërit e dishin se fëmia është i sigurt në një autobus që përdoret vetëm për nxënësit. Pas një kohë, me siguri, interesa tjera që ne nuk i dim, ajo praktik u largua dhe u vendos që nxënësit të sigurojnë linjat e rregullta të autobusave. Dhe ne dimë, veç jemi të vetëdijshëm gjithë si shoqëri këtu në qytetin e Shkupit, se çka ndodhi me linjat e rregullta dhe çka ndodh me ndërmarrjen publike qarkulluese të qytetit të Shkupit. Dhe krejt kjo, ai reflektim në shoqërinë tonë, tash reflektohet në të njëjtën kohë, reflektohet edhe tek nxënësit. Nga Gjimnazi Zeflush Marku thonë se vazhdimisht bëjnë kërkesa për të zgjidhur ky problem, por me vite kanë marrë vetëm premtime dhe problemet vazhdojnë të ekzistojnë. Vazhdimisht e kemi ngritur që është alarmante, sepse të mungojnë shumë nxënës në orën e parë. Jo me dëshirën e tyre, por nga ajo që ata kanë mbetur tikun rrugës në nuk e dinë, ose të duhet të shkojnë më herët në shkollë, sepse nuk e dinë se ku do të ngelet autobusi i tyre, krejt këto janë diskutuar. Edhe drejtoria me siguri se e kanë lidhë këtë çështje në nivel të qytetit të Shkupit, kur kanë ata mbledhjet e rregullta. Dhe çdo herë na është premtuar se kjo punë do të zgjidhet, se kjo problematikë që ekziston do të zgjidhet
sa më shpejt që është e mundur, mirë po këtë këto kanë vetëm në film. Edhe pse ta shpremtohet se do të sjellin linjat e re nuk të hyjnë atë çështje politike të qytetit të Shkupit, mirë po përsëri çdo herë themi faji mbetet jetë. Kur do të arrijnë, shpresoj që të arrijnë më shpejt, sepse gjithë ne si shoqëri dhe ne si komunitet këtu që kemi obligim që këta nxënës ti kemi në një kontroll, ti mësojmë dhe t'ju japim atë ndihmë, ne humbim bashkë me to. Perfekt keq. Qyteti i Shkupit ka tashmë drejtues të rinj të cilët fituan vota duke premtuar edhe zgjedhjen e problemit të transportit publik, madje çështja e transportit të nxënësve ishte pjesë edhe e debatit të së mërkurës të Këshillit të qytetit ku këtë problematik e ngritën këshilltarët e koalicionit Vlen. Kreu i kryeqendrës thotë se janë në diskutim me drejtuesit jo vetëm të Zef Lushmarkut, por edhe të shkollave të tjera që përballen me të njëjtën problematik dhe po punojnë për këtë çështje të zgjidhet sa më shpejt. Deri në zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi shumë vjeçar, nxënësit do duhet të shpresojnë që autobusi të vinë në kohë e të mos u duhet të ngushtohen mes rrëmujës, e mësuesit të jenë më tolerant e të mbyllin syt para vonesës së justifikuar në orën e parë apo ikjes më herët në orën e fundit.